ka rrugë që unë s'kam shkelur ndonjëherë, po detyrohem të shkoj. Po unë nuk e di që aty ka një kthes. Ata vendalit për shembull e din, dhe ata dalin nga kthesa. Unë nuk e di dhe përmbysëm në kthes. Pra, të gjitha këto fenomene, këto dukuri negative, jo fenomene, dukuri negative duhet të analizohen. Ne nuk po e analizojmë. Madje shkon puna deri aty se që oficer policie gjyqësore për të rënë shkurt asaj problemit, cakton është një listë me 40-50 vete, nuk di sa është ajo, për të cilëve vetëm 2 janë që kanë marrë degën transport. Gjithë tjerë kanë marrë makineri, konstruksione, logjistikë, ku do të dinë çfarë degësh tjerë kanë marrë ata, dhe thonë ne jemi ekspert për aksidente rrugore. Por që ti je ekspert për aksidente rrugore, ka një kusht kodi procedurës penale. Thotë duhet të kesh njohuri të posaçme. Po njohuri të posaçme mësohen në shkollë, në degën përkatëse, thotë kodi procedurës. Pra, cilët degë ke mbaruar? Jo, unë kam marruar për konstruksione, po gjyshi im ka pas barotet e qerrës kooperativës, edhe unë përrjedhoj unë me transport të shpar gjyshi im. Këto nuk vazhdojnë më, se këto e qesharake, po këta mbulojnë jetë njerëzish. Pra, mund të jetë një shkak krejt tjetër, sepse automobili kur ka kaluar në kontroll teknik, ka kaluar kundërshtim me rregullat. Dhe ne duhet t'i pranojmë këto, por ne duhet të dalë në konkluzion njerë, se çfarë ka, ne nuk e dim